I dërguari i posaçëm i Donald Trump për misione speciale Richard Grenell përmes një postimi në X ka reaguar lidhur me deklaratat e presidentes Kosovës Vjosa Osmani. Ai shkruan se Osmani po gënjen edhe se ekipi i Kurti Osmani është një katastrofë. Sipas tij, deklaratat e Osmanit për administratën Trump janë vetëm për mbijetesën e saj politike. Ajo po gënjen, ekipi i Kurti Osmani ka qenë një katastrofë, edhe të gjithë e shohin qartë këtë. Ajo po bën gjithçka për mbijetesën e saj politike, shkruan Grenell, ndërsa bashkangjitur është deklarata e Osmanit. Artikulli ku ka reaguar Grenell shkruan se Osmani tha se administrata Trump 2 është administrata amerikane më pro Kosovës që nga koha e Bush, kur Kosova shpalli pavarësinë. Mëtej thuhet se Osmani ka thënë se administrata Biden kishte kërkuar vazhdimisht lëshime nga Kosova në bisedimet me Serbinë, ndërsa administrata Trump mbështet sovranitetin, integritetin territorial dhe antarësimin e Kosovës në NATO pa lëshime. Osmani e quajti gjithashtu pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes një arritje të madhe, duke thënë se udhëheqësit nga vendet që nuk e kanë njohur i thanë asaj se tani mund të marrin në konsiderat njohjen e Kosovës. Osmani shtoi se gjitha kjo u arrit me zero parat shpenzuara për lobim, thuhet në artikull.